العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammed عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër të ndershme, shokëve të tij besnik, ata të cilët e përkrahën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në përhapjen e kësaj feje, në krye me Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun radhiyallahu anhum dhe të gjithë sahabët tjerë, dhe salavatet dhe selamet i dërgojmë të gjithë atyre të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Pasi që falemenderuam Allahun subhanahu wa taala, shfrytëzoj rastin që ta falenderoj vallahun ton Sheikh Amarin, i cili më nderoi domethënë me këtë thirrje që sonte të qëndroj para jush dhe të shkëmbejmë domethënë njohuri, të cilët domethënë shpresojmë te Allah subhanahu wa taala që të na bëjë dobi ata. Padyshim se ajo të cilën do ta tregojmë sonte nuk është diçka që ju nuk e keni dëgjuar. Padyshim se xhallarët e ndershëm të cilët i keni këtu janë punëtorë të mëdhej dhe mashallah, alhamdulillah, ata punojnë shumë. Me siguri se ju kanë shpjeguar të gjitha ata të cilët i folim sonte. Mirë po, për nga aspekti i këshillimit, Allah subhanahu wa taala thot: "Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin", e ti këshillo sepse këshilla ju bën dobi besimtarëve. Padyshim se në kohën në të cilën na jetojmë, domethënë është e përhapur fitnja dhe gjasat për me ranë mëkate, për me ranë gjunahe janë shumë më të mëdha. Dhe besimtari e ka padyshim se më të vështirë në kohën e sotme, e ka të vështirë domethënë që të ruhet, që të mos bjerën gjunahe. Mirë po ja që disa herë ndodhen që me radhë edhe në gjunahe. Mirë po, padyshim se Allah subhanahu wa taala është i mëshirshëm dhe e pranon faljen, pranon pendimin e atij të cilit i kthehet Allah subhanahu wa taala me sinqeritet në pendim. Ama problemi dikur është, problemi linden atëherë kur fillon domethënë ky veprimi i mëkatit shpeshtohet. Fillon shpeshtohet mëkati dhe pas kësaj fillon edhe një gaflet tjetër, dhe ajo është ngushëllimi me ajetet edhe hadithet e mëshirës. Domethënë se kur i del përpara një haram, fillon dhe e ngushëllon vetveten e vet me ajetet ose hadithet e pendimit. Se Allah është e falës, domethënë edhe nëse e bën gjinahun, Allah është falës. Allahu e falë, domethënë Allah është bujar, është i mëshirshëm e kështu me radhë. Nuk ka dyshim. Na nuk dyshim as pak se edhe po që se bien mëkat, në përsëri themi se nuk duhet me humb shpresën mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, duhet ta dim një send, se çfarë gjuna të cilën ti e bën, dhe se sa herë kur e bën atë gjuna, thuase do të pendohem e kështu me radhë, ta di se ajo ka pasoja. Ajo domethënë të lën pasoja. Ndersin e sonte inshallah do të flasim për pasojat e mëkateve, të cilët i lënë gjurmë në imanin e besimtarit kur ai domethënë bën gjunahe. Dhe këto mësime, këto pasoja i kemi nxjerrur nga libri i dietarit të madh Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah, në librin që i shpjegon në librin e tij Sëmundja dhe ilaçi, ku domethënë për moment jemi duke shpjeguar domethënë këtë libër në Gosivar, dhe ju kisha këshilluar domethënë çdo kush prej jush që këtë libër mos i ndahet asnjëherë këtij libri. Ta lexon e vet, ta lexon së bashku me familjen e vet, sepse me të vërtetë na mendojmë se kemi kuptuar shumë sende, po kur e lexon këtë libër, pastaj e kupton se realisht ne kemi rënë shumë gaflete dhe na është humb vetdia prej shumë gjërave, e pastaj kur e lexon këtë libër e kupton se ku gjendesh realisht. E filtron vetveten tonë se realisht ku gjendesh. Kështu që domethënë ju kisha këshilluar që ta lexoni këtë libër, sepse me të vërtetë është shumë libër i dobishëm, së bashku me të gjithë familjarët e ju në shtëpitë e juaja. Sa i kaloni domethënë këta net të gjata, domethënë me ndoshta me sendet pa dobishme që nuk nxjerrin në fund kur një farë rezultati, merre për natë familjen tënde, ulu me familjen tënde, hape këtë libër, është i përkthyer në gjuhën shqipe. Do ta shohësh se me të vërtetë është një libër gjigant. Është një libër i cili të zbërthen ty dhe ta zbërthen brendësinë tënde dhe të tregon se realisht kush je. Ti tregon defektet ku i kije dhe tregon domethënë se ku duhet që ti të përmirësohesh, që të ngritesh. Se nuk është çështja tash jemi udhëzuar faktikisht dhe tash në fillim e ndjeshim një farë kënaqësie, pastaj me kalimin e kohës kjo kënaqësi domethënë të relativizohet me ne dhe tash në një farë mënyre bën ibadet, nuk e ke atë kënaqësinë që e ke pas në fillim. Nëse e ndjen këtë, atë këtu ka një defekt ka. E defekti i cili ta zbulon është domethënë ç'është ky libër. E ne sonte me lejen e Allahut
do t'i trajtojmë, i kemi nxjerrë vetëm disa prej tyre, që i ka përmendur Ibn Qayyimi rahimahullah se çfarë të bën mëkati ty dhe imanit tënd kur ti domethënë e vepron ata. Edhe nëse ti pendohesh, i kthehesh Allah subhanahu wa taala, megjithse ajo domethënë lën pasoja në imanin tënd. Prej pasojave që i lën mëkatin te besimtari është domethënë privimi nga kërkimi i diturisë. Dhe kjo është ndër pasojat më të rënda. Nëse e shese kur merr të kërkosh dituri, që të ngritesh ose të dëgjosh derse dhe ndjen një farë dembelie, dije se ke një defekt. Dije se domethënë këtu ke marrë një goditje të madhe ke marrë. Dhe tash domethënë nuk mund që ti të ecish përpara. Pra, të largohesh ose të ndjesh dembeli ndaj kërkimit të diturisë apo ndaj ngritjes tënde në aspektin fetar është domethënë prej pasojave të gjinaheve. Sepse dituria është drita e Allahut subhanahu wa taala. E Allah këtë dritë nuk ja jep mëkatarit. Thot Imam Shafi rahimahullah, tha qëndrova tha përpara Imam Malik dhe lexoja tha përpara atij, e ka pas mësues. Dhe ai Imam Malik faktikisht e ka pëlqyer shumë Imam Shafi. E ka pëlqyer shumë sepse ka vërejt tek ai një farë mençuri dhe një farë inteligjencë të rrallë, jo të zakonshme. Dhe i kthehet Imam Malik dhe i thot shumë: inni ara anna Allah qad alqa ala qalbika nura. Tha, o djalosh tha, unë tha e shoh tha se Allahu tha në zemrën tënde tha ka lëshu tha një dritë. Fala tutfi'uhu bi dhulmati al-ma'siyah. Mos e shuj tha këtë dritë me errësirën e mëkateve. Do të thonë unë e shoh se tek ti thot ka një far entuziazëm që është zakonshëm, ka një far inteligjencë të madhe, e kjo është dritë prej Allahut subhanahu wa taala. Thuhet për Imam Shafi se kur ka lexuar, kur ka mësuar hifz Kur'an ose hadithet kur i ka mësuar për mendsh, o dash kur e ka hap librën, o dash domethënë që me njënë dorë ta mshele faqen tjetër, që mos i shoh të dy afletat, sepse ju kanë ngatruar tekstet. Kjo ka qenë inteligjenca e Imam Shafi. Po ashtu thuhet se kur ka dalë në treg, në pazar, i ka mshel veshët, sepse i ka mbajtur mend çka është fol, i ka mbajtur krejt mend. Dhe këtë një ditë për ditëve e varen se nuk e ka atë memorizim, nuk e ka atë fuqi të mësimit. Dhe shkon dhe ja ankohet Imam Malik, tek Imam Malik. Të kështu nuk e kam thot atë fuqinë e mësimit siç e kisha më herët, atëherë ja tha Imam Malik çka fjalë. Ta kujdes tha se kjo dituri është drita e Allahut subhanahu wa taala. E Allahu tha nuk ja jep këtë dritë mëkatarit. Po ashtu, prej pasojave të mëkateve është privimi nga risku. Allah subhanahu wa taala ka bëu që ai cili i bën mëkate atij, Allah subhanahu wa taala ja ngushton riskun ose ndoshta me sasi e ka të madhe, por se Allah subhanahu wa taala ja hek bereqetin prej pasurisë së tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: innal abda la yuhrimu ar-rizqa bi dhanbin yusibu. Me të vërtetë tha njeriu apo robi tha privohet nga rreziku për shkak tha të ndonjë mëkati të cilën e vepron ai. Për shkak të ndonjë mëkati që e bën, Allah subhanahu wa taala ja zvoglon rrezikun apo ja hek bereqetin. Ja ngritën bereqetin për asaj pasurie dhe s'ka kur një farë dobi për asaj pasurie. Që do të thotë se Ibn Qayyim rahimahullah thotë se devotshmëria është tërheqëse e rrezikut, ndërsa mëkatimi ndaj Allahut subhanahu wa taala është tërheqëse e fukarallëkut. Imam Ahmedi në Musnedin e tij e ka nxjerrur një transmetim interesant ku thotë se në thesaret e Banu Umayjes. Banu Umayje, domethënë me siguri keni dëgjuar, është perandoria Emevije. Është perandoria domethënë që është ngrit pas Aliut radhiyallahu anhu. Pasi që ka mbaruar xhilafeti i Aliut radhiyallahu anhu, ngrihet pasaj Muawiye dhe formon perandorinë, domethënë familja e tij e udhëheqën shtetin islam dhe formon një perandori shumë e fuqishme, që ka qenë perandori islame, e cila domethënë po ashtu llogaritet si perandoria e çlirimeve, sepse ata domethënë kanë çliruar vendet në lindje deri në Indi dhe në perëndim deri në Maroko dhe pastaj në Spanjë. Kjo është domethënë perandoria Emevije. Thot Imam Ahmed, thot u gjet tha në thesaret e Banu Umayjes tha grun i cili tha kokrat e grunit ishin sikur ata kokrat e hurmave. Domethënë një kokër gruni ka qenë e madhe sa kokra hurmas. Dhe ata ishin të vendosme me një thes, dhe aty tek ai thesi shkruante
Kjo do më thonë mbjelleshte në kohën e drejtësisë. Do më thonë në kohën kur do më thonë njerëzit e kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala, në kohën do më thonë kur njerëzit e kanë madhruar Allahun subhanahu wa taala dhe e kanë madhruar shenjat e tij. Po ashtu, prej pasojave të mëkateve, është se pasi që e ke bo një mëkat, dije mo se zemra jote nuk e madhnon Allahun subhanahu wa taala ashtu siç e madhnonte më herët. Sepse nuk është çështja këtu a e vepron mëkatin, qoftë një mëkat ose mëkat i vogël, mëkat i madh ose mëkat i vogël. Besimtari nuk ishe në këtë mënyrë mëkatet. Ky është mëkat i madh e ky është mëkat i vogël. Besimtari e shën se kujt ja bën këtë mëkat. Dhe në moment që ti e din se Allah subhanahu wa taala çe, e din se Allah subhanahu wa taala mbikëqyrën, të furnizon, të jep mirësinë në çdo moment. Në çat moment ti i bën mëkat Allah subhanahu wa taala, dije se kjo zemra jote nuk e ka madhnu Allahun subhanahu wa taala siç duhet. E pastaj kjo shkon të urrit, shkon të uzmadhuhet derisa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tha innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alayh. Tha besimtari është i atill që kur e shën mëkati ku me ditë sa i vogël të jetë, ai mëkatin e shetha sikur një kodër e madhe, sikur vetë është poshtë kodrës dhe kodrën e ka përpara vetes, edhe pse mëkati mund të jetë i vogël, po kështu llogarit besimtari. Dhe ka frikë në çdo moment se ajo kodër mund t'i bjerë mbi ta. Ndërsa tha munafiku, ndërsa ai që është i prishur, sepse prej besimtar i mirë mund bosh nesër me një prishur, duke vazhduar mëkatin hiç pa ndal, apo? Tha ndërsa ai që është i prishur, tha mëkatin e tij tha e shet sikur një mizë, e cila i vjen tha te hunda e tij dhe pastaj tha e largon tha sikur me dorën e tij sikur nuk është kurrë. Po ashtu prej pasojave që i përjeton mëkatari është se ai domethënë mes tij dhe mes Allahut përjeton një farë egërsie. Raportin e tij me Allah subhanahu wa taala përjeton ndjen një farë ngurtësie, ndjen një farë agresiviteti. Ndoshta nuk e shprehen, ama e ndjen. Si e ndjen? Kur i lutet Allah subhanahu wa taala, nuk e ndjen atë kënaqësinë se Allah subhanahu wa taala do t'ia pranojë në lutje. Kur i drejtohet Allah subhanahu wa taala, nuk i drejtohet me atë shpresën e madhe se jam duke i drejtuar Allahut, jam duke i drejtuar krijuesit tim. Domethënë e dikton se e vëren se faktikisht e bën atë adhurim, atë lutje e bën me një farë zbehje. E kjo zbehja vjen domethënë shkaku i këtyre janë pasojat e gjinaheve. Po ashtu, kjo ashpërsi nuk mbaron te Allah subhanahu wa taala, por fillon dhe bëhet i ashpër pastaj me njerëzit. Sidomos me njerëzit e hajrit. Sidomos me ata të cilët janë të udhëzuar, të cilët e pasojnë fjalën e Allahut edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo sa më shumë që të forcohet kjo errësirë që e ndjen, aq më shumë do thonë i shtohet dhe i rritet ashpërsia. Derisa, thot Ibn Kaimi rahimullah, kjo ashpërsia fillon edhe i rritet dhe kjo errësira i bëhet e madhe në zemrën e tij, saqë fillon dhe i del në fytyrën e tij dhe fillojnë edhe e shohin edhe njerëzit. E shohin domthon errësirën e mëkateve njerëzit në fytyrën e tij. Tha Abdullah ibn Abbasi, lidhje me këtë, me të vërteta punë të mira, tha e kanë tha një ndriçim në fytyrë dhe e kanë tha një dritë në zemrën e besimtarit. E kanë tha një gjerësi, e ka një gjerësi në rrezikun. Pastaj e ka dhe një fuqi në trupin e njeriut. Dhe pastaj gjithashtu punë të mira çfarë bëjnë? E bëjnë domethënë e lëshojnë një farë dashurie te krijesat për atë njerëz. Krijesat fillojnë edhe e duan atë njerëz i cili është besimtari i Allahut, adhuron krijuesin e tij, largohet harameve kështu me radhë. Ndërsa e kundërta, tha mëkatet, tha e kanë tha një errësirë, që ajo errësirë tha shfaqet tha në fytyrat e njerëzve. Dhe po ashtu e përjetojnë një errësirë në zemrat e tyre, përjetojnë një dobësi të madhe në trupat e tyre, përjetojnë një zvoglim të rrezikut dhe përjetojnë një farë urrëtie në zemrat e njerëzve. Njerëzit tjerë domethënë nuk e duajnë. Është i padashur, është i padëshiruar në zemrat e njerëzve. Po ashtu prej pasojave të mëkateve është se mëkatet e dobësojnë trupin e njerit, e dobësojnë personalitetin e njerit. Dhe e bie shembull Ibn Kaimi rahimullah, thot llogariteni, tha se si, domethënë kur dilshin muslimanët në luftë me persat edhe me Bizantin, edhe pse ata ishin shumë më shumë në numër, muslimanët domethënë ishin me numër shumë më të vogël, megjithatë kur konfrontoheshin me pabesimtarët, për herë domethënë besimtarët dilshin fitimtar.
Për herë domethënë besimtarët, domethënë luftonin si luana. Ndërsa ata persët edhe romakët, edhe pse ishin të fuqishëm me trupat e tyre, të përgatitur, të ushqyer mirë, domethënë trajnuar mirë, me veshjet, me armatimet më sofistikuar të asaj kohe, kur dilnin, domethënë që të konfrontohen me besimtarët, para domethënë dështonin para tyre. Dhe iknin dhe kështu domethënë i faktikisht i humnin luftat e tyre. Po ashtu, prej pasojave të mëkateve është privimi nga adhurimet. Dhe ky privim mund të analizoni çdo kush vetveten e vet. Ky privim vjen nga nafilet, fillon prej te nafilet. E shese, domethënë prej dikur falshe namaznate, ose lexojsh më shumë Kur'an, ose agjerosh ndonjë nafile kështu me radh, tash domethënë e shese ki një farë dobësie dhe një lloj pafuqie që s'u bësh më këtë vepër. Dhe pastaj kjo prej te nafilet fillon dhe transferohet tek sunetet që na u thomi, që domethënë që ne u themi rawatib, që janë të ndërlidhura me namazet farze. Fillon dhe i braktisën edhe ata sunetet që janë të ndërlidhura me namazet farze. E kjo ku të çon? Kjo domethënë një ditë, nëse kështu vazhdon, kjo një ditë do të çoni që ti ta braktisësh edhe farzin, Allahu na rujt. Për këtë arsye domethënë kjo nga vjen, e gjithë kjo domethënë vjen nga pasoja e gjinahut. Dhe çaj gjinat për të cilin ti thoshe se do ta bëj po do të kërkoj falje Allah, se Allahu ka thonë se është falës, pejgamberi sa na ka treguar se Allahu e pranon tobën e besimtarët kështu me radhë. Po ama këta domethënë janë pasojat e gjinaheve. Po ashtu prej pasojave të gjinaheve, dhe që është ndoshta ndër më të rrezikshmet, është thotë se enel maasi tazra'u amthalaha wa yuwallidu ba'daha ba'da. Tha prej pasojave të gjinaheve është se mëkatin kur e vepron, ai mëkat pastaj e mbjell një mëkat tjetër. Dhe fillojnë kështu faktikisht duke e kryer një mëkat, ajo të çon pastaj që ti ta kryesh edhe një mëkat tjetër. Secili mëkat që ti e kryen, ajo pastaj të therret dhe të çon që ta kryesh një mëkat tjetër. Dhe ajo tjetra të çon që ta thirrish, që ta veprosh një mëkat tjetër. Dhe kështu domethënë çfarë mbetet prej udhëzimit, ndoshta mbetet vetëm pamja që dukesh. Ndërsa brendësia është domethënë e zbehur. Për këtë arsye, udhëzimi është begati nga Allahu. Udhëzimi është dhuratë nga Allah subhanahu wa taala. Sa njerëz i shohim sot në porrudh, që i njohim me familjarë kemi, që nuk janë udhëzim. I thot vetvetes musliman, as nuk falet, bën gjuna i çpandal. Vall, pse atë nuk e ka udhëzuar Allah subhanahu wa taala? Po të ka udhëzuar bash mua dhe ty. A nuk e kuptojmë se kjo është një mirësi dhe kjo është një dhuratë nga Allah subhanahu wa taala? Dhe nuk duhet ta kuptojmë se nuk duhet që të luajmë me këtë udhëzim. Se ti adhuron Allahun sot dhe mendon se e ke lehtë, po Allah ta ka lehtësuar. Po nëse ti e provokon vazhdimisht Allahun subhanahu wa taala me mëkate, dije se Allah një ditë ka mundësi që ta ngre, ta merr domethënë këtë udhëzim. Dhe pastaj mbetesh sikur ata tjerët. Kështu që domethënë vlerësojeni shumë këtë dhuratë nga Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu prej pasojave të mëkateve është se besimtari mëkatin e shet gërditshëm. Besimtari kur e shen një gjina, i duket i gërditshëm, i keq duket. Dhe kur e shet se dikush e vepron atë gjina, ai menjëherë din se e ndjen vetveten e vet se është duke bën një punë të keqe. Mirë, po kur fillon edhe bën gjinahe vet, fillon pastaj ky identifikimi që ja bën mëkatit ti, që e llogaritën si të fllihur mëkatin, fillon që pastaj zemra jote nuk e sheh kështu. Nuk e sheh domethënë si të fllihur. I duket si normale. Fillon edhe adaptohet me gjinahun. Fillon edhe faktikisht e bën mëkatin, nuk i duket e keq, nuk ndikon negativisht kjo brendsinë tënde. Nuk i lëvizën ajo ndërgjegja thotë se çka u bë këtu? Çka puna me mua? Çka puna me këtë gjalin e jem? Çka puna me këtë vajzën time, me këtë gruan time? Çka bën këta mëkate në shpinën e jeme kështu? E pse i toleron? Dije se nëse i toleron, faktikisht tu ka prish ai senzori, që dikur ka qenë rregull. Apo ta thomi kënë gjuhën e jon. O prish senzori, o prish. E këtë ke prish vet, duke bë domethënë gjinahe Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu, prej pasojave të gjinaheve, dhe ndoshta ndër më të këqijat, është se ai cili i bën gjinahe Allah subhanahu wa taala, ai bie nga vlerësimi i Allahut. E kur të biesh nga vlerësimi i Allahut, atëherë domethënë Allah subhanahu wa taala të largon prej mëshirës së tij. Thot Hasan al-Basri, hanu alayhi fa'asawhu. Për mëkatarët, thot Hasan al-Basri, tha ata mëkatarët
janë të pavlerë të Allah subhanahu wa taala. Janë të pavlerë të Allah. Për çfarë arsye i bën mëkat Allahu ti shpandal? Sepse nuk kanë vlerë të Allah subhanahu wa taala. Walau azzu alayhi la asamahum. Sepse sikur të kishin ndonjë farë vlere këta të Allahu, Allahu do t'i bante që këta mos bëshin mëkate. Çfarë do të thonë kjo? Do të thonë se ti kur bën gjina Allah subhanahu wa taala, një ditë prej ditëve, naudhu billah, mund edhe do të thonë të bish për vlerësimit të Allahut. Të bish do të thonë nga ajo që Allah të vlerëson ty, sepse për shkak se ai të vlerëson ty si besimtar, ti ruhesh gjinaheve. Ti largosh të keqen e shesit të keqet dhe i largohesh. Ndalon prej asaj. Amon, nëse ti vazhdon me gjinahe, dije se do të vijë dita kur Allah subhanahu wa taala do të vlerësojnë. Do të bish domethën prej Allah subhanahu wa taala, nuk do të jesh i dashur te Allahu. E atëherë domethën do të bëj gjina hiç pandal. E këtë kundërtën e kësaj si mund ta kuptojmë? Të kundërtën e kësaj mund ta kuptojmë në aspekt shumë pozitiv. Si? Nëse je për atyre të cilët e urren mëkatin, largohesh prej mëkatit, e urdhnon vetveten tënde, e lufton me vetveten tënde që mos sa bësh mëkatin, dije se ke vlerë te Allah. Dije se ti ke një far pozitë shumë të lartë te Allah, që Allah të ruan që ti mos bësh mëkate. Pse si mundet ti bën mëkat, ti nuk bën mëkat, ai tjetri afër teje bën mëkat. Ti fal namaz, ai tjetri afër teje s'fal namaz. Apo? Si mundet kjo? Nëse e kupton pozitivisht, po mundet, sepse ti ke vlerë te Allah. Ti ke pozitë te Allah, po Allah domon ta ka mësuar të falesh. Ta ka mësuar domon që tu largosh harameve. Ta ka mësuar domon që të ngrihesh sabah herët, marrësh abdest dhe dalësh ta falësh sabahin me xhamat kështu me radhë. Ke vlerë te Allah. Çdo lëvizje që ti e bën për te Allah subhanahu wa taala, dije se kjo ndodhen me ndihmën e Allahut. E keni far vlerë pse Allah ta jep ndihmë. Elusim Allah subhanahu wa taala që të na bëj dobi nga që them, shpresoj që nuk e zgjata. Allah është për vlerë për durimin. Aqulu qawli hadha walhamdulillahi rabbil alamin.